edicionin e 3 të Ferma VIP. Faleminderit publikut në studio, shumë të ngrohtë gjithmonë. Faleminderit për tuaj troditjen, dashamirësinë, mbështetjen gjatë këtyre ditëve në mënyrë të veçantë. Faleminderit. Faleminderit, ju lutem uluni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Arbanën, shumurime për ty. Po vllastoni më shumë se ç'duhet tani. Ju lutem, uluni se kam diçka të rëndësishme për t'ju thënë që në fillim, që në fakt kisha menduar të mos i rikthehesha temës, por duke parë gjithë mbështetjen dhe dashamirësinë në mënyrë të veçantë që atyre ditëve dua të them që mbështetja dhe dashamirësia ndaj një vajze nuk ka pse të sjellë linçim dhe denigrim për një vajzë tjetër. Dhe do t'ju lutesha që keni kujdes për gjuhën e urrejtjes ndaj të gjithë konkurrentëve në Ferma VIP, në mënyrë të veçantë ndaj vajzave të Fermës VIP, të cilat janë në një eksperiment social të vështirë, natyrisht që her pas here bëhen gabime, por në asnjë rast le të hedh gurin kush nuk ka gabuar dhe kush nuk ka mëkatuar në jetë, nuk duhet justifikuar gjuha e urrejtjes e këtyre ditëve në rrjetet sociale që ka qenë me të vërtetë e trisht. Ju lutem, të gjithë ju që jeni pas tastierave, kini kujdes sepse janë vajza nënash, janë fëmijë baballarësh, kështu që kini kujdes në mënyrën si shpreheni. Thënë kjo, edhe sonte na pret një natë e gjatë me shumë emocion dhe me shumë diskutime së bashku me 3 opinionistë të tanë të shkëlqyer, Angel Shkira, Ermal Mamaçi dhe Armina Mevlani, më nduan mirë se erdhët. Kemi një televotim të pazakontë ndërkohë që po zhvillohet duke filluar nga e marta. Produksioni Ferma VIP ka marrë një mas, natyrisht duke patur parasysh se çfarë ndodhi në spektaklin e kaluar në lidhje me Fabiolën. Është hapur një televotim ku publiku pyetet nëse dëshiron që Fabiola të vazhdojë ende qëndrimin në Ferma VIP apo jo. Pra pyetja është po apo jo. Është votuar më shumë se ndonjëherë ndoshta dhe vazhdon të votohet ende në voto.vizionplus.tv. Sonte do të zbulojmë nëse sipas jush Fabiola meriton të vazhdojë qëndrimin apo jo. Votoni ndërkohë. Do të kemi shumë për të sqaruar sonte me fermerët tanë. Të pyes pak ju si keni përjetuar këto 3 ditë me kaq shumë zhurmë në rrjete dhe me kaq shumë komente dhe me kaq shumë telefonin në opsionin airplane mode. Airplane mode e ke patur, e? Ishte gjëja më e mirë e mundshme për të bërë, të evitonim sa më shumë kontaktin edhe pjesën me njerëzit, sepse është në fakt ajo që theti Arbana në fillim, është pak e vështirë, sepse duke dashur të kritikosh dikë, apo të lartësosh dikë tjetër, nuk mund ta bësh duke e fyer personin tjetër. Pra, vazhdon dhe përsëritet zinxhiri dhe nuk mbyllet në asnjë moment gabimi, dhe u bë e vështirë dhe për ne, pastaj nëse
u bëj vështirë sepse nëse i mshonin gjës që po gaboj, njerëzit vetëm i ngrije inati më shumë edhe nuk e di, më kanë pyetur pafund del apo nuk del sot, unë jam shumë kurioze të shoh fakt njerëzit si kanë votuar, sepse ka patur dhe njerëz të cilët e kanë parë reagimin e Olës si diçka që erdhi zinxhir, ndoshta nga mënyra se si u trajtua gabimi i Mozës, nuk e kanë kuptuar pjesën ku konotacioni ishte i ndryshëm, megjithatë besoj sot do sqarojmë ndoshta edhe 2-3 gjëra më shumë gjatë Unë Arbana, me thënë prajmit. të drejtën, jam ndjerë shumë keq edhe për Fabiolën, pavarësisht se ishte një gabim nga ana saj që na shokoi të gjithëve. Jam ndjerë keq sepse kam menduar veten time 10 vite më parë kur kam qenë moshën e vet. Dhe jo se dua ta justifikoj, po kur je i ri dhe të merr ai vrulli, sidomos ky brez i ri që ka ardhur, kanë një tendencë për të mbi reaguar për gjërat. Dhe në atë moshë nuk e ke maturinë emocionale, inteligjencën maksimale të eksperiencës jetësore, siç mund ta kesh në një moshë tjetër. Besoj që ka lidhje pak me edukatën se sa me maturinë, Ka, megjithatë por është edhe brezi që domethënë reagojnë. Brezi tash 15 vjeç nuk nuk është, e njohin shumë Ola, respektin po. kundrejt të tjerëve, sidomos dhe moshave të Ka tjera. njerëz që 20 ca vjeç kanë fëmijë dhe edukojnë edhe marrin përsipër Dakor, gjëra shumë unë të e thash mëdha që se nuk- sa të masin gojën e vet se çfarë do thonë. Nuk po mundohem ta justifikoj, sepse ai Po. ishte një gabim, të cilin ajo e pranoi dhe vetë ishte gabim shumë i madh. Për të I vazhduar drejtuar dhe në unë atë të mënyrë. linjën e vajzave, në Shqipëri është një shprehje që mua më pëlqen shumë dhe që thuhet veç mos të shkasi këmba këtu në Shqipëri. Se i shikon të gjithë që vezit shpresin që t'japin atë, ta nxjerrin atë vrerin, atë helmin që kanë brenda, megjithatë besoj që do kemi ca pyetje sot edhe për Fabiolën, sepse deri diku ka disa gjëra që nuk rezultojnë në rregull, edhe Me reagimet e saj pas asaj që ndodhi. jo po më shumë thua. nga gabimi që bërë, po me mënyrën se si po e menaxhon gabimin. Okej.